Faleminderit kryesues dhe të nderuar deputet. Se sfera e arsimit në Kosovë përfshirë të gjitha nivelet e organizimit të tij, ndodhet një krizë të gjithanshme, kjo tashmë nuk ka dyshim. Bjerrja e kushteve të përgjithshme morale, ideale dhe qëllimore që e strukturojnë përmbajtjen e kësaj sfere përbën njërin nga shkaktarët kryesorë të kësaj krize. Pra në mungesë të këtyre konditave është bërë në substancë vetë ideja themelore e konceptit të arsimimit. Në mungesë të kësaj ideje themelore, objektet shkollore sot janë shndruar në vendodhje të çdo veprimtarie tjetër me përjashtim të idesë themelore që duhet ta kenë, arsimimin dhe edukimin e brezave të rinj. Prandaj me të drejtë sot të objekte më shumë u përngjasojnë kazermave institucionale, e që shërbejnë vetëm si vende për strehim të përkohshëm të rinjve, sesa institucione ku banon ideja univerzale e zhvillimit dhe edukimit të përgjithshëm shoqëror, ekonomik, politik dhe kulturor. Është e ditur se Kosova aktualisht ka një rrjet prej 614 shkollave fillore dhe të mesme të ulta, ku mësojnë 295.218 nxënës, ndërkaq në 94 shkolla të mesme të larta mësimin i vijojnë 106.829 nxënës, dhe nuk ka dyshim se ky segment i arsimit përballet me një seri të deficiteve të ndryshme që dëmtojnë rënd organizimin dhe funksionimin e kësaj sfere. Dhe kjo seri e dështimeve përfshin elemente që nga mungesa e infrastrukturës shkollore, e cila akoma është në gjendje jo të mirë, dhe një numër i konsiderueshëm i objekteve shkollore nuk ofrojnë mjedis të shëndetshëm për nxënësit. Në mesin e tyre bëjnë pjesë edhe objekte të ndërtuara ose renovuara në periudhën e pasluftës, të cilat janë dëmtuar si rezultat i mungesës së mirëmbajtjes. Rrjeti i shkollave fillore dhe të mesme të ulta nuk i përmbush nevojat e qytetarëve. Për shkak të planifikimit jo të mirë, shumë objekte shkollore të këtij niveli në zonat rurale janë gjysmë të zbrasta, ndërkaq në zonat urbane klasat janë më të ngarkuara me nxënës, derisa shkollat punojnë në 2 ose ka vende në 3 ndrime. Po ashtu mungesa e mjeteve didaktike dhe teknologjisë arsimore ndikon në cilësinë e njohurive dhe shkallësive që fitohen në shkollë. Në përgjithësi shkollat në Kosovë nuk janë të pajisura në mënyrë adekuate me mjetet didaktike, ndërsa teknologjia informative është në dispozicion vetëm një numër të kufizuar shkollash dhe atë vetëm në formë të kabineteve të dedikuara për lëndë të veçanta. Një organizim të tillë nuk bën të mundur që teknologjia informative të përdoret në klasë si mbështetje për konkretizimin më të mirë të përmbajtjeve mësimore. E krahas mjeteve didaktike në shkollat e mesme profesionale përveç mjeteve didaktike mungojnë edhe tekstet mësimore. Për shkak të numrit të madh të profileve dhe numrit të vogël të nxënësve, në periudhën e pasluftës nuk janë shtypur fare tekste për shumicën e lëndëve e as që janë përgatitur burime mësimore alternative. Shumë shkolla profesionale kanë punëtori të amortizuara, nuk i shërbejnë realizimit të programit mësimor, ndërkohë që mungon materiali shpenzues i nevojshëm për shkatësimin e nxënësve në to. Po ashtu puna praktike në kompanija shkollës është jo rregullt. Përfundimisht, si pasojë të gjitha këtyre dështimeve, këto shkolla janë shndruar në vendje të arratisjes për nxënësit. Pra, mirë po krahas këtyre dështimeve të gjithanshme, padyshim se një problem fundamental për arsimin në Kosovë paraqet edhe mungesa e sigurisë dhe veçanërisht në disa shkolla të mesme të larta, ndërsa prania e huliganizmit, mjeteve narkotike dhe sjelljeve të tjera të rrezikshme i bën disa shkolla mjedise të pasigurta për nxënësit. Kundër faktit se është hartuar strategjia qeveritare për sigurinë në shkolla, nuk është bërë asgjë për implementimin e saj. Dhe nuk ka dyshim se si pasojë këtyre mungesave të sipërcekura, nxënësit në shkollat Kosovës tashmë përdorin edhe substanca narkotike, fakt ky që pohohet edhe nga drejtues të qendrave rehabilituese nga droga. Ndërkaq ajo që mund të konsiderohet edhe si shqetësim më serioz me këtë rast ka të bëjë me faktin se sipas këtyre të dhënave, trendi i përdorimit të këtyre substancave nëpër shkollat e Kosovës gjatë viteve të fundit ka shënuar rritje. Fakt ky që paralajmëron se përhapja e narkomanisë dhe atë veçanërisht e të miturit përbën një kërcënim serioz për shoqërinë tonë gjatë viteve në vijim. E fatkeqësisht, ajo që tregon neglizhencën e institucioneve tona përballë kësaj dukurie ka të bëjë me faktin se edhe pse tashmë pranohet për ekzistencën e konsumimit të substancave narkotike të rinj, thuaj se asnjë institucion nuk ka të dhëna të sakta për përdoruesit e drogët e as për sasinë e konsumimit të saj në vendin tonë. Kështu te kalimi i këtij kërcënimi dhe në përgjithësi kësaj krize që ka përfshirë sferën e arsimit në vendin tonë, duhet të jetë një nevojë domosdoshme për shoqërinë tonë, kurse këto masa duhet të jenë të gjithanshme. Prandaj lëvizja vetëvendosje konsideron se në këtë drejtim duhet të marrë disa hapa njëkohësisht për funksionalizimin e këtij interesi madhor kombëtar. Këto hapa që janë të elaboruara në programin e alternativës qeverise përfshin televizjes vetëvendosje, përfshin që nga ato për sigurimin e një infrastrukture cilësore dhe të shëndetshme, pajisin e shkollave mjete didaktike dhe teknologji mësimore e deri tek riorganizimi i rrjetit të shkollave në Kosovë. Mirë po për problemin e fjalë, disiplina dhe siguria në shkolla janë qëndësore.
hapat në këtë drejtim, qoftë në nivelin qendror dhe sekondari, përfshin masa që nga artimi e legjislacionit sekondar deri tek rregulloret që sigurojnë respektimin e kodit të mirësjelljes në shkolla. Këto rregulloret do të sigurojnë një lidhje më të mirë në mes të shkollës, qendrave për punë sociale dhe organeve të rendit, në mënyrë që nga sjelljet individuale në kundërshtim me kodin e mirësjelljes të mos bëhen shkaktari i cënimit të sigurisë së nxënësve në shkolla. Në ato shkolla ku për çfarëdo arsye ekziston rreziku real për sigurinë e nxënësve, duhet të sigurohet prania e organeve të rendit dhe do të merren masa shtesë për të parandaluar situatat e padëshiruara. Si masa tjera duhet të jetë edhe zhvillimi profesional i mësimdhënësve, kurse rol të veçantë në këtë drejtim do të kenë grupet këshilluese pedagogjike në nivel të komunës që duhet të punojnë me secilën shkollë veç e veç në hartimin e planit të zhvillimit profesional si dhe mbikëqyrjen dhe realizimin e tij. Ndërkaq, si pjesë të rëndësishme të kësaj alternative, ne konsiderojmë që edhe kontrolla mjekësore për të gjithë nxënësit e shkollave fillore një herë në muaj apo të shkollave të mesme një herë në 2 muaj duhet të jenë masa të domosdoshme në mbrojtjen e shëndetit të kësaj kategorie të shoqërisë nga ky kërcënim shumë serioz. Faleminderit.